Kemi harru, është përmend në dosjen e Epstein edhe rikthehemi temës edhe Bexhet Paçulli dhe aktiviteti e javëve ish presidentja? Po, kam mendimin që aktivitja nuk e ka pasur fare djeni se qa beshe atje, po mund t'i kemë thënë që ky Epstein ose ky Çifuti ka shumë fuqin në atë dhe mund t'i ketë dalë dikush i ka thënë të prezantoj unë me atë, ose nuk e di se qa mund t'ke ndodhur dhe kjo mund të ketë kërkuar të atakoj për t'i kërkuar në nder për të lobuar në president e Shtetet Bashkuara për Kosovën, mendoj unë. Po për ishtë presidentin Paçulli? Kurse Bexheti është pak më i sofistikuar, nuk mund të them që... Në një nga emisionet e mia i ka thonë që ka qenë i ftuar njëherë në... Në Ishut? Jo, në Ishut, po ka qenë i ftuar kështu, do me thonë për këta, si që i thujna në Illuminati, dhe më thonë shoqëri sekrete. Nuk e di se në qarë lloj niveli e shu, po të them që Bexhet Paçulli është më i sofistikuar dhe ai di pak a shumë ç'a ndodh në lindje, sepse ka jetuar dhe në botën e Kazakistanit edhe të Rusisë. Po largasojës, po thamë që ka marrë pjesë në përkësi, po do me thonë takime. Mundet që e ka ditur që Ariu është Ari, se kur ti e di se qarë është njeri, s'ka nevojë të thua që unë se dinja, po ti e shikon se qa po bënë ai. E vërtet. Pse ke vajtur e ke takuar prapë? Kupton, mirën e parë se dinja, që ishte Ari, po e në dytë, se more vesh që Ariu ishte Ari, ç'deshe me Ariun. Kupton, se këta kështu thonë, nuk e dinim ne. Po mirë o zotëri, se di njerën e parë, po ti ke shkuar 7 herë, ke shkuar 17 herë, atje brenda. Bill Gatesi tha, budallaki jemi, po i budallaki janë njerës gjatë, ju të 5 herë. E cako jemi minutat fundit, falenderoj shumë, që ke gjithë kuën. Qka do t'i ndodhë, Butës, qka për fund? Qka në pret pas kësoj? Lufta... Po të thash, unë është në luft Pakica me shumicën. Pakica kërkon ta krasitë, ta zvogëloj numrin e shumicës, dhe i duhen vetëm disa njerës, ndoshta 500 milion mendojnë ata që janë të mjaftueshëm njerëzit, dhe ata do përpiqen të mos i lejojnë që të martohen dhe të zhvillojnë seks për kënaqësi, se vetëm njeriu bën seks për kënaqësi, kafshët bëjnë për riprodhim gjithmonë. Do t'i lënë steril, që kur lindin do t'u heqin aftësinë për të lindur, pra do t'i tredhin. Edhe riprodhimi do bëhet nëpërmjet spermës së elitës. Dhe do bëhet vetëm nëpër laboratore, jo nëpërmjet mbajtjes shtatzanisë nga femrat. Do ketë mitra artificiale, të cilat janë bërë që tashi, aty do riprodhohen fëmijët të cilët do t'jenë pa aftësi seksuale riprodhuese, do t'jetojnë thjesht atë kohën e tyre si kështu ti shikosh nga pamja e jashtme, si ato mollë të mëdhaja që s'bjen as erë, që s'kan as shije, po që duken të bukura, kështu do jenë këta. Do t'i përdorin për punët e tyre kjo elitë e vogël e 300 familjeve që po bën gjithë të skemë sot. Këta qa do bëjnë? Këta do venë, do ndezin robotët në punë, do t'i fikin, do t'i venë në karikim. Do venë të nesme, do t'i ndezin. Ama do jenë të kontrolluar, të mikroqipuar, edhe nuk do flasin dot qa mendojnë, vetëm do jetë një komunizëm ekstrem global. Ajo që ndodh sot në Korenë e Veriut do t'jetë lule në krahasim me atë që duan të ndërtojnë kjo pakicë e vogël mbas agendës Rockefeller 2030. Popujt janë në një rrezik jashtëzakonisht të mëdhenj. Fëmijët tanë, niprit tanë janë në një rrezik jashtëzakonisht të madh që ti sklavërojnë. Këto duken si fjalë kote sot, por kur të vit dita, këto i ka thënë pak a shumë i madhi Orwell ke libri ti 1984. Këta Fabian Society, shoqëria Fabian, që është nga shoqëritë më të rrezikshme globaliste, ku ka mbaruar dhe Soros i shkollën, kanë Universitetin London School of Economics and Political Science, këta kishin menduar që këtë që kërkon ta bëjë Rockefeller